Përshëndetje miq, jemi me semaforin e barit Loperamid, ose siç njihet edhe me emrat e tjerë, Imodium, Vacontil, Loperamid, Loperium e të tjerë. Loperamid është një bar antidiarreik, pra kundër heqjes së barkut, i cili vepron drejt për drejt në muret e zorrëve, duke ngadalësuar lëvizshmërinë e tyre ose siç quhet ndryshe peristaltike. Kjo bën që ushqimet dhe lëngjet të qëndrojnë më gjatë në zorr, duke i dhënë trupit ton më shumë kohë për të përthithur nëpërmjet zorrëve ujin dhe kriprat minerale. Gjithashtu, Loperamid vepron edhe duke rritur forcën të kurse të muskulit që kontrollon daljen e feçeve, duke ulur apo qetësuar në këtë mënyrë urgjencën për të shkuar në tualet. Në mënyrë të përmbledhur, efektet e Loperamid janë: ul numrin e shkuarjeve në tualet gjatë ditës, largon nevojën për të shkuar urgjentisht në tualet, rrit veshtullinë dhe densësinë e masës që nxirret jashtë, ul humbjet e lëngjeve dhe elektrolitëve. Loperamid përdoret për mjekimin simptomatik të diarresë akute, pra diarresë që shfaqet menjëherë nga shkaqe të ndryshme, duke përfshirë dhe përkeqësimin akut apo të shpejtë të saj. Loperamid përdoret në të rriturit dhe fëmijët mbi 12 vjeç pa recetë. Tek fëmijët e moshës 6 dhe 12 vjeç merret vetëm me vizitë mjekësore, pra me recetë. Në rastin e diarresë kronike përdoret vetëm tek të rriturit dhe vetëm me vizitë mjekësore. Historia e barit Loperamid. Loperamid është zbuluar për herë të parë nga një ekip shkencëtarësh të kompanisë farmaceutike Janssen Pharmaceutica në vitin 1969, ndërsa për përdorim mjekësor është lejuar në vitin 1976. Është në listën e barnave të domosdoshëm të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Efektet anësore, cilat janë? Kur Loperamid përdoret në mënyrë korrekte, duhet thënë se Loperamid është bar i sigurt, por si çdo bar, edhe Loperamid mund të shfaqë efekte anësore. Ndërto, më të shpeshta janë: kapsdheku, pra nga trajtimi i diarresë mund të kalojë në efektin e kundërt. Të përzira, pra ndjenjë e të vjedhurit. Dhimbje barku ose ndjesi fryrje në bark. Gazra, ose siç quhet ndryshe në gjuhën mjekësore, flatulencë. Vonesë në jashtëqitje e tjerë. Kalojmë tek semafori i barit Loperamid. E kuqe për Loperamid, që do të thotë nuk duhet të përdoret ose ndërpreh menjëherë, është rasti kur diarrea është shkaktuar nga përdorimi i antibiotikëve. Bëhet fjalë për diarret e rënda. Diarrea nga antibiotikët është e zakonshme dhe nuk duhet të ju shqetësojë, pasi ndodh rëndom. Në të shumtën e rasteve është e lehtë dhe nuk kërkon mjekim specifik. Ajo mund të parandalohet dhe lehtësohet duke shoqëruar antibiotikët me probiotik. Përdorimi i Loperamid në një diarre të rëndë të shkaktuar nga antibiotikët mund të bëhet shkak për pengimin e aftësisë së trupit të njeriut për të nxjerrë jashtë toksina të ndryshme, gjë që mund të çojë në komplikacione të ndryshme. E kuqe për Loperamid, që do të thotë nuk duhet të përdoret ose ndërpreh menjëherë nëse shfaqet një problem i tillë, është rasti kur keni fryrje të forta barku. Rreziku në këtë rast është prania apo ndodhja e ileosit. Ileosi është një sëmundje ku për momentin zorret humbin peristaltiken, pra lëvizshmërinë dhe aftësinë shtytëse të ushqimit. Shenjat e kësaj gjendje janë: fryrje ekstreme barku, gazra, dhimbje të forta barku të shoqëruar me krampe, që në vetvete janë shtrëngime të forta dhe të papritura në bark, frymarrje me erë të keqe, kapsdhek ose diarre, pa aftësi për të nxjerrë gazra, të vjella e tjerë. Përdorimi i Loperamid në një rast të tillë mund të rëndojë shumë këtë sëmundje.
E kuqe për loperamid, që do të thotë nuk duhet të përdoret ose ndërpre me njëherë nëse shfaqet një problem i tillë është rasti, kur po kaloni një fazë akute të kolitit ulqeroz. Koliti ulqeroz është një sëmundje kronike inflamatore e zorrës dhe rektumit, shoqëruar me dhimbje barku dhe diarre të përzira me gjak. Përdorimi i loperamid në këtë rast mund të keqësoj kolitin ulcerativ. Kjo pasi, ngadalësimi i lëvizshmërisë së zorrëve mund të çojë në akumulim të gazrave dhe përmbajtjes në zorë, duke u bërë shkak kështu për një zgjerim të rrezikshëm të zorrës së trash, të quajtur ndryshe edhe megakoloni toksik. Një gjendje e rrezikshme dhe që kërkon konsultim të menjëhershëm me mjekun. E kuqe për loperamid, që do të thotë nuk duhet të përdoret ose ndërpre me njëherë nëse shfaqet një problem i tillë është rasti, kur vuani nga kapslleku kronik. Kapslek kronik quhet kur keni një diagnozë të konfirmuar për këtë, apo vuani vazhdimisht nga kapsleku. Në një rast të tillë nuk duhet të përdorni loperamid thuajse asnjëherë. Ndonse për momentin, për një arsye apo për një tjetër, mund të keni një diarre, edhe përdorimi normal i loperamid, qoftë për 1-2 ditë, mund të ju kthejë në një gjendje kapsleku shumë të vështirë. E kuqe për loperamid, që do thotë nuk duhet të përdoret, ose ndërpre me njëherë nëse shfaqet një problem i tillë është rasti, kur vuani nga dizenteria akute. Dizenteria akute është një sëmundje infektive e shoqëruar me diarre me gjak dhe temperaturë të lartë. Përdorimi i loperamid në këtë rast mund të fshejë diagnozën dhe mund të vonojë fillimin e mjekimit të saktë për dizenteri. E përsëritim, edhe një herë pra, nëse jeni duke përdorur loperamid dhe ju shfaqet diarre me gjak ose mukus, quhet e tillë një masë të dalur i si gel, temperaturë e lartë, ndërpre me njëherë loperamid dhe konsultohu me mjekun dhe ose farmacistin tuaj. E kuqe për loperamid, që do të thotë mos e përdor ose ndërpre me njëherë nëse ju shfaqet një problem i tillë është rasti, kur keni ose gjatë mjekimit ju shfaqen shenjat e aritmisë kardiake, manifestuar me rrahje të çrregullta ose të shpeshta të zemrës, marramendje e rëndë, humbje ndjenjash. Në një rast të tillë, loperamid duhet të ndërpritet me njëherë dhe të konsultoni me mjekun tuaj. E kuqe për loperamid, që do të thotë nuk duhet të përdoret, është rasti kur fëmia që ka diarre është nën moshën 6 vjeç. E përsëritem edhe më lart, edhe më parë që për fëmijët e moshës 6 deri në 12 vjeç duhet të përdoret me vizitë mjekësore. Për fëmijët nën 6 vjeç nuk duhet të përdoret. Ky bar hyn tek barnat me efekte të forta dhe të dëmshme, ndaj nuk duhet të përdoret në këtë moshë. E kuqe për loperamid është rasti kur gabimisht keni marrë më shumë tableta se sa doza maksimale ditore, më shumë se 8 tableta në ditë. Shenjat e një marrje të tillë mund të përfshijë rrahje të shpejta zemre, rrahje të parregullta të zemrës, ndryshim të ritmit të zemrës, ngurtësim të muskujve, lëvizje të pakoordinuara, përgjumje, vështirësi në urinim, frymëmarrje të dobët e të tjerë. Duhet theksuar se ndryshimet dhe shpejtimi i ritmit të zemrës janë shenja jetkërcënuese, ndaj nuk duhet të neglizhohen. Në raste të tilla duhet të njoftohet menjëherë mjeku juaj ose urgjenca për të këshilluar. E verdhë për loperamid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti kur vuani nga sëmundje të melçisë. Kur themi sëmundje melçie, bëhet fjalë për sëmundje kronike të saj, të cilat shkaktojnë dëmtim progresiv të melçisë. Në këtë grup futen insuficienca e melçisë, cirroza,
hepatiti e tjerë. E verdhë për loperamid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në miqëqyrje është rasti, kur diarrea zgjat me shumë se 48 orë, nga fillimi i marrjes korrekte të loperamidit. Nëse diarrea nuk ndalon për 2 ditë, është një shenjë që tregon se kjo ka një shkak dhe duhet konsultuar me mjekun tuaj për ta gjetur dhe mirëmjekuar shkakun e saj. Diarrea mund të ketë shkaqe të ndryshme, si dhe mund të sinjalizojë për sëmundje nga të lehtat deri tek ato me të rëndat. Ndaj diagnostikimi i hershëm është në të mirën tuaj. E verdhë për loperamid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti, kur po humbisni shumë lëngje. Bashkë me to edhe vitaminat dhe elektrolitet e trupit tuaj. Në një rast të tillë, ndonë se po merrni mjekim për ndalim të diarres, sërish, marrja e lëngjeve është primare dhe shumë e rëndësishme. Bisedoni me mjekun dhe ose farmacistin tuaj rreth terapive të rehidrimit, pra për të zëvendësuar lëngjet në mënyrë të shpejtë dhe efektive. E verdhë për loperamid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti, kur filloni një shtatzani, ose jeni duke kërkuar shtatzani. Loperamid këshillohet të shmanget në shtatzani, ose të merret vetëm me vizitë. Në raste të veçanta, mjeku juaj mund të rekomandojë një cikël të shkurtër marrjeje dhe me një dozë të reduktuar. E verdhë për loperamid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti, kur jeni duke ushqyer fëmijë me gjë. Loperamid kalon me qumshtin e gjirit, ndaj nuk duhet të përdoret. Vetëm në raste të veçanta, mjeku juaj mund të rekomandojë marrjen e disa dozave dhe ndërprerjen e gjithëdhënies në një vakt mbas marrjes së dozës së loperamidit. E verdhë për loperamid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti, kur keni intolerancë ndaj ndonjë sheqeri. Formulimet e disa firmave që prodhojnë këtë barë mund të përmbajnë laktozë, si lëndë ndihmëse kuptohet. Gjë e cila do të bëjë që krahas diarres që keni të shfaqet edhe shenjat e intolerancës ndaj laktozës, manifestuar me shenjat si fryrje barku, gazra, dhimbje të forta barku, shtim i diarres. Mundësi kjo për të ngatruar edhe me smundjen e ilusit. Ndaj kur keni intolerancë ndaj laktozës, gjithmonë theksojani dhe kujtojani si mjekut edhe farmacistit një gjë të tillë. E verdhë për loperamid është dhe doza. Asnjëherë mos te kaloni dozën e përshkruar nga mjeku, dozën e rekomanduar nga farmacisti, apo dozën që ju vetë keni lexuar tek flet përshkruesja e këtij bari. Në rastet e tejkalimit të dozës janë raportuar probleme serioze me zemrën dhe çrregullimit e ritmit të saj. E verdhë për loperamid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti, kur drejtoni makinë ose makineri. Loperamid mund të shkaktojë marramendje, lodhje dhe përgjumje. Ndaj bëni kujdes me shpejtësinë kur drejtoni makinën dhe po merrni loperamid. Çfarë ndodh kur loperamid, imodium ose vakontil ose loperium e kombinojmë me barnat e tjera ose me ushqime? Në varësi të pasojave që vijnë nga kombinimi i loperamidit me barnat e tjera ose me ushqimin, ngjyrat e semaforit këtij bari janë si me poshtë. E kuqe, loperamid me barin cisaprit, një bar që përdoret për trajtimin e refluksit gastroezofagal. Është kombinim i kuq, që do të thotë nuk duhet të përdoren njëkohësisht, për arsye se kanë efekte krejt të ndryshme dhe kundërshtojnë njëri tjetrin. Përveç kësaj, nga kombinimi i tyre ka patur raportime për ndryshime shumë të rrezikshme të ritmit të zemrës. E kuqe,
Loperamid me barin citalopram, një bar qetësues i përdorur në trajtimin e ankthit dhe stresit. Është kombinim i kuq, që do të thotë nuk duhet të përdoren njëkohësisht, pasi nga ky kombinim janë raportuar për ndryshime të rrezikshme të ritmit të zemrës. E kuqe. Loperamid me barin amiodaron ose corderon, një bar që përdoret për mjekimin e aritmisë, është kombinim i kuq, që do të thotë nuk duhet të përdoren njëkohësisht, pasi rreziku i përndryshimit të rrezikshëm të ritmit të zemrës është i mundur. E kuqe. Loperamid me banat antipsikotik apo qetësues të fortë si klozapina apo leponeksi, është kombinim i kuq, që do të thotë nuk duhet të përdoren njëkohësisht. Rreziku sërish është përndryshimi i rrezikshëm i ritmit të zemrës. E kuqe. Loperamid me banat që përdoren për trajtimin e disa sëmundjeve të zemrës dhe hipertensionit arterial, si corvedilol dhe verapamil, janë kombinim i kuq, që do të thotë nuk duhet të përdoren njëkohësisht. Rreziku është përndryshimi i ritmit të zemrës. Sigurisht që shmangja e këtyre kombinimeve është detyrë e mjekut dhe bëhet nga mjeku. Detyra juaj si pacient është që sa herë shkoni për vizitë tek mjeku dhe ose në farmaci për marrjen e mjekimit, tregojani, kujtojeni dhe rikujtojeni mjekut dhe ose farmacistit të gjitha barnat që jeni duke marrë në atë moment apo keni marrë në 2 javët e fundit. E verë, loperamid me barin ritonavir, një bar antiviral që përdoret edhe për mjekimin e HIV-AIDS-it apo SIDA-s. Është kombinim i verdh, që do të thotë mund të përdoren së bashku, por me kujdes dhe në mbikëqyrje. Kjo pasi rritet përthithja efektet dhe efektet anësore të loperamid. E verdh, loperamid me barin kinidin, një bar për mjekimin e aritmisë, është kombinim i verdh, që do të thotë mund të përdoren së bashku, por me kujdes dhe në mbikëqyrje. Pasi është vërtetuar se rrit sasin e loperamidit që hyn në sistemin nervor qendror, rrjedhimisht edhe efektet anësore të loperamid. E verdh, loperamid me barin desmopresin, një bar që përdoret për mjekimin e diabetit insipid dhe ose të urinimit të pavullnetshëm natën. Është kombinim i verdh, që do të thotë mund të përdoren së bashku, por me kujdes dhe në mbikëqyrje, pasi është vërtetuar se rritet përqendrimi në gjak dhe efektet anësore të desmopresinës. E verdh, loperamid me banat antimikotike si itraconazol ose ketoconazol është kombinim i verdh, që do të thotë mund të përdoren së bashku, por me kujdes dhe në mbikëqyrje, pasi rritin sasin e loperamid që shkon dhe qëndron në gjak, duke rritur efektet anësore dhe efektet tjera të dëmshme të loperamidit. E verdh, loperamid me barin gemofebrozi, një bar që përdoret për mjekimin e ndyrnave të rritura, është kombinim i verdh. Kjo do të thotë mund të përdoret së bashku, por me kujdes dhe në mbikëqyrje, mbasi ndodh frenimi i përpunimit nga trupi i loperamidit, me pasojë rritjen e sasisë së barit që arrin dhe qëndron në gjak, rrjedhimisht rritjen e efekteve anësore të loperamid. E verdh, loperamid me barnat analgjezik opioid si tramadol, kodein, është kombinim i verdh, që do të thotë mund të përdoren së bashku, por me kujdes dhe në mbikëqyrje, pasi mund të shkaktojnë konstipacion, pra kaps dhe këtë rand. E verdh, loperamid me barin kotrimoxazol apo Bactrim është kombinim i verdh, që do të thotë mund të përdoren së bashku, por me kujdes dhe në mbikëqyrje, pasi rritet përthithja dhe frenohet metabolizmi hepatik i loperamidit, duke rritur efektet e mira dhe të këqija të loperamid. Jeshile. Jeshile për loperamid, që do të thotë jeni duke e përdorur sakt, është rasti kur keni përjashtuar të gjitha rastet me ngjyrë të kuqe
dhe ose po bëni kujdes nëse ju hyni tek ndonjë nga rastet me ngjyrë të verdhë. Keni kontrolluar datën e skadencës. Tabletat apo kapsulat nuk kanë ndryshuar ngjyrë, erë dhe shije. Përdorimi korrekt i loperamid është shumë i rëndësishëm për të patur një efekt të mirë dhe për të shmangur komplikacione. Loperamid pa recetë mund të përdoret vetëm për 2-3 ditë. Nëse diarrea nuk ndalet gjatë këtyre 2-3 ditëve, kjo tregon se ajo ka një shkak të qëndrueshëm dhe kërkon vizitë mjekësore për ta gjetur dhe filluar mjekimin, jo vetëm për lehtësimin e saj, por edhe të shkakut të saj. Dozat për një marrje korrekte janë: fëmijët mbi 12 vjeç dhe të rriturit fillojnë me 4 mg, pra 2 tableta mbas jashtëqitjes së parë, ndiqet nga 1 tablet mbas çdo jashtëqitje. Doza mesatare ditore është 4 tableta në ditë, ndërsa doza maksimale ditore që nuk duhet kalohet është 8 tableta në ditë. Loperamid mund të merret me ose pa ushqim dhe shoqërohet me një gotë ujë. Loperamid është barë për lehtësimin apo ndalimin e diarresë. Ndaj gjithmonë kur merrni loperamid duhet të filloni dhe terapinë rehidruese, pra zëvendësuese të lëngjeve, duke shtuar sasinë e lëngjeve që merrni, si ujë, çaj, tresol e të tjerë.